se erdhët në Dritare Televizion, që po realizojmë këtë herë në Vjenë. Jemi gati 200 km larg Vjenës, në një fshat në këmbë të Alpeve austriake, për të treguar përvojën e Austrisë. Çfarë mund mësojmë ne nga Austria, nga fermat e vogla të Austrisë, nga kullotja, nga gjenetika, nga shkollat bujqësore, nga kujdesi që tek fëmijët për të mësuar si më të kujdesen për kafshët e tjera e tjera. Kjo është arsyeja pse kemi ardhur në Austri, kemi transferuar këtu emisionin që një prej episodeve të ciklit Gjëja e gjallë të mban gjallë të mund ta zhvillojmë, tregojmë, mësojmë edhe kuptojmë këtu. Ju ftoj ta ndiqni të gjithën, është intensiv, është i gjatë, ne kemi grupuar në pjesë të ndryshme, të cilat na kanë dhënë kënaqësi, na kanë ushqyer kuriozitetin, na kanë mësuar për një botë tjetër, e cila nuk është kaq e largët dhe e pamundur, sepse terreni është i ngjashëm, sepse mundësitë janë të mëdha, sepse bota është e vogël dhe ne kemi mësuar, po mësojmë dhe do vazhdojmë të mësojmë. Dritare Televizion jep kontributin e saj në këtë pjesë mësimi. Më ndiqni. Jemi 100 km larg Vjenës, së shkolla bujqësore në Varg, dhe jam me mësuesin e zootechnisë. Do doja të dija më shumë për ju, Hans, çfarë ndodh në këtë shkollë? Also wir befinden uns hier in den Stall von der Landwirtschaftlichen Fachschule. Ne ndodhemi këtu në ambientet e shkollës profesionale Varg, e cila ambientet në cilat ne jemi është stalla e prodhimit, e cila është në dispozicion të nxënësve të shkollës dhe mundëson që ata të shohin praktikisht, të punojnë praktikisht të gjitha njohuritë që mësojnë në pjesën tjetër të shkollës në një periudhë prej 3 vitesh. Pra, këtu është vendi që bëhet praktika. Praktika. Ndërsa atje është teoria. Shkolla, bëhet teoria. Nga vinë në këtë shkollë të zonës? Die Schüler kommen aus dem Einzugsgebiet. Nxënësit që studiojnë, që mësojnë në këtë shkollë, vinë nga një periferi, nga të gjitha zonat rreth e rrotull, vinë nga Neustadt, të themi landi i Austrisë së poshtme, në një themi distancë rreth 70-80 kilometra, nga të gjitha fshatrat vërdall, ku një pjesë e mirë e tyre vjen nga ndërmarrje, nga ferma tradicionale, familjare, vinë në moshën 15 vjeç dhe nuk janë të vetmit, sepse një pjesë tjetër janë nxënës të cilët kanë interes në sektorin e blegtorisë dhe gjykojnë që ose vlerësojnë se mund të jetë profesioni i tyre i jetës, kështu që vinë dhe ndjekin këtë shkollë që në moshën 15 vjeçare. Çfarë ndodh mbasi ata mbarojnë këtë shkollë? Wenn sie fertig sind, dann sind sie zunächst einmal landwirtschaftliche Facharbeiter. Në këtë shkollë, mbasi mbarojnë 3 vjeçarin, ata nxënësit në qëllimi kryesor është të jenë të aftë profesionalisht që të shërbejnë në fermat e prindërve të tyre, por mbas kësaj ata shoqërojnë, nuk mbarojnë këtu me kualifikimin, edhe me një lloj specializimi i cili mund të jetë një profesion tjetër plotësues, për shembull, mund të jetë një profesion për marangoz, për mekanik i pajisjeve bujqësore, pra ka një formim tjetër dhe i bën ata të aftë që të punojnë dhe me kalimin e kohës të marrin përsipër drejtimin e fermave familjare, por ajo që është interesante është që ne këtu nuk kemi nevojë për profesionist me 2-3 tituj doktoratash, që do të thotë edhe vetë mësuesit që janë këtu, 3-4 nga ata që janë këtu, janë nga ata që kanë zhvilluar veten e tyre më tej, kanë bërë një kualifikim pedagogjie dhe sot janë ata që ju mësojnë nxënësve vërtet njohuritë më praktike, që do të thotë ne duam mësues të cilët janë të aftë, i mësojnë nxënësve praktikisht menaxhimin e një ferme. Vielleicht noch ergänzend,
Wir hatten gestern eine große Veranstaltung mit ca. 2000 Leuten hier. Ne dje kishim këtu një event shumë të madh me rreth 2000 njerëz të ftuar. Unter anderem mit einer Rinderschau. Dhe e shoqëruar dhe me një ekspoze të disa të gjedhit, të lopëve të më të mira të shkollës. Mit sehr vielen Absolventinnen und Absolventen. Dhe të ftuar kishim dhe të gjithë alumnin, të gjithë nxënësit e rajonit që kishin mbaruar këtë shkollë dhe që sot drejtojnë fermat e tyre. Und ein Absolvent ist dann zu mir. Vjen shumë krenar që njëri nga ish nxënësit tanë erdhi dje dhe më tha fal eksperiencës dhe asaj që kam mësuar në këtë shkollë, unë sot kam një ndër fermat më pararoj në rajon në këtë zonë me një rendiment mesatar 11.000 litra qumësht. Soll heißen, wenn man den Schüler das zeigt. Ne kemi një qëllim shumë qartë që t'ju japim nxënësve mundësinë të mësojnë vërtet teknikat më të përparuara, më moderne dhe në mënyrë që ata të kenë motivin të kur shkojnë në fermat e tyre, të kenë mundësinë të përmirësojnë atje ku janë dhe kjo për ne është një arritje që ata shkojnë në ferma dhe kalojnë në nivele të tjera në bazë kësaj dije. Wir haben derzeit einen Aktualisht kjo është një stallë që ka 55 lopë në prodhim me një rendiment që është vërtet për t'u përgëzuar 12.000 litra një lopë. 12.000 litra në vit. Und wir sind da Mitglied beim Rinderzuchtverein Neunkirchen-Glocknitz mit. Në këtë rajon ne jemi antar të shoqatës së prodhuesve, sepse është një fermë që prodhon njësoj si një fermë private, pra mit ca. 70 Mitgliedern. Disa nga ata që kanë mbaruar absolventët ose alumni i kësaj shkolle, kur ne jemi të gjithë pjesë të një shoqate të fermerëve të kësaj zone, dhe është interesante të kuptosh motivin që ata kanë për të përmirësuar në fermat ku ata shkojnë, në fermat e prindërve të tyre, dhe harin që t'i kalojnë në rendimentet të saj, dhe natyrisht që për mua është një krenari që të shoh që nxënësit tanë janë në gjendje edhe të kalojnë mbi atë çfarë kanë mësuar këtu. Wir wollen den Schülerinnen und Schülern vermitteln, dass es Freude ist, mit Rindern zu arbeiten. Ne kemi shumë të rëndësishme t'ju sjellim pranë ose t'i mësojmë nxënësve tanë që është vërtet kënaqësi dhe një punë shumë e bukur të punosh me gjedhin. So nach dem Motto, was man gerne tut, das tut man auch sehr erfolgreich. Natyrisht duke ju sjell pranë atë që punën që ti e bën me kënaqësi, atë punë e bën edhe mirë, kështu që është mishërimi i një pune të bërë me zemër, me dashuri. Der Stall ist mittlerweile 20 Jahre in Betrieb. Kjo është një stallë e ndërtuar para 20 vjetësh. Und ich bin sehr beeindruckt. Dhe më duhet të them që në këto 20 vjet jam dëshmitar i asaj se çfarë është përmirësuar në mënyrë të vazhdueshme në këto 20 vjet dhe ku kemi filluar, ku jemi sot. Çfarë është ky robot tjetër? Was ist das? Das ist ein Roboter. Është një robot i cili është i kalibruar që në çdo 2 orë gjysëm të zëvendësoj punën e një punëtori i cili e ofron në mënyrë permanente të ushqimin afër me kafshët, sepse një ripërtypës ka nevojë të ripërtyp, të përtyp 24 orë, që do të thotë ai e bën non-stop dhe është shumë efektiv në krahasim edhe die haben auch kein Problem mit Roboter, oder? Nein. Jo, thot, jo vetëm që janë mësuar. Das war das erste Mal wieder gefahren ist, der Roboter. Weil das für die Kühe. Was passiert hier? Edhe parë natyrisht që u çuditën edhe shifnin me kuriozitet, po tani e din çfarë. Sie haben sich bald daran gewöhnt. Janë mësuar shumë shpejt me të. Somit sind immer Tiere vorne. Wir haben das gesehen, wenn wir reinkommen sind. Është shumë e rëndësishme që të jetë i pranishëm ushqimin në mënyrë të pandërprerë dhe natyrisht që zëvendëson shumë më mirë punën e njeriu, sepse tek njeriu natyrisht sjellja e ushqimit freskët është gjithmonë prioritet dhe konsumi i 100% i gjithë ushqimit që përdoret nuk është i garantuar. Kështu se ai e shtyn dhe ato konsumojnë të vjetrin dhe gjithmonë
Kanë ushqim. Man sieht, sie war ja eigentlich wunderbar schön geschoren, oder? Und sie hat hinten Kjo noch, është ajo që kanë demonstruar dje si Miss Lopa. und sie hat hinten eine Nummer drauf, ja? Pa? Ja. Ja. Miss Lopa. Es waren von den, Po pse është Miss Lopa ajo? nein, von den, Dje, nga dy rajonet të këtij landi, u zgjodhen për nga parametrat e trupore, u zgjodhen dy më të bukurat dhe kjo ka parametrat e dur. Pa. bei uns ist es so, dass die Tiere eigentlich, die sind sehr anhängig. Janë shumë të dashura me njeriu, që do të thotë kur futemi me nxënësit ne jemi shumë të kujdesshëm, sepse biles është shumë dëshira për afërsinë me njeriu, kështu që i themi i duan të afrohen shumë dhe janë Ja, aber geh mal rein, bei probieren wir mir das? kein. Probieren wir das besser mal, gehen wir rein? Hajde shkojmë me dy brenda ta shikosh se sa dashura janë. Kriegst du einen Mantel von mir? Do vishësh Okay, nga maar mua rein. do t'jap një Mach mal. përparse, hajde. Dann machen wir mal an, gehst Okay. du? Machen wir. Na schon? Jetzt schon. Fertig? Ja, sehr gut. Servus, ja, so. Grundsätzlich sehen wir hier mal eine Übersicht, welche Möglichkeiten es gibt bei unserem Standort. Siç mund t'i referojmë dhe kësaj tabele në këtë shkollë, degët të cilat ofrohen për nxënësit janë bujqësi, menaxhim hospitality, sepse shpeshherë këta kanë agroturizëm, kujdesje për janë profesionet sociale, por në këndvështrimi në frameworkun e një ambienti agrar, pra edhe kujdesi për të rritur, për fëmijë, për ambientin, për gjithçka që i takon menaxhimit të një zone rurale. Ka dhe profesionin e metalit, pasi bujqësia është e lidhur dhe me mekanikën bujqësore, kështu që Po dyqani janë prodhime të nxënësve? Im Geschäft wird was gehandelt oder verkauft? Das wird, was wir selber produzieren, das ist Apfelsaft, Ajo që ne bëjmë prodhim këtu vetë është lëngu i mollës, Gärmost, mushti i fermentuar i verschiedene andere Säfte, frutave ose lëng frutash të ndryshme që rriten në rajon. Honig Kemi mjaltin, tregtimin e mjaltit und Schnaps. dhe raki. Kjo është kuzhina, këtu mësojnë të gatuajnë. Das ist die Produktverarbeitung, das heißt, da wird Këtu është përpunimi i ushqimeve. zum Beispiel werden der Nudeln zubereitet, Prodhohen makarona, mësojnë të prodhojnë makaronin, mësojnë Brot gebacken, të bëjnë bukë. Produkte oder Gemüse aus dem Garten weiterverarbeitet, konserviert. Përpunimi i zarzavateve që ata kanë që kanë oboret e tyre. Marmelade gemacht. Marmeladat. Und wie gesagt, normalerweise heute Nachmittag wäre alles sot voll. do të ishte gjitha plot, vetëm se nga që ka qenë dje festa, ata janë pushim. Ja. Ky është bari ku mësojnë servirjen, Genau. si të bëjnë lëngje, si të bëjnë si të servirin, si kamarierin, baristin. Natyrisht të gjithën të fokusuar në agroturizëm, sepse për nevojat të tyre. Se shpesh këta ofrojnë edhe çdo lloj ferme, si
si ajo që prodhon verë, si ai që prodhon qumësh, si ka të drejtën edhe kanë shumë përparësi në taksim, edhe ata janë të çliruar nga taksat sepse kur tregtojnë produktet e tyre. Që është frigoriferit janë gjitha prodhimet e tyre që Das sind Hauswürste. Hauswürste. Ja. Salamspiel. Bist du mit dazu? Das sind die Schweinehälften kommen da runter. Këtu vjen një karkasë gjysmë kafshë, për shembull gjedhje ose derri vjen këtu mbi tavolinë. Edhe ata mësojnë ndarjen anatomike të karkasës dhe pastaj përpunohen sipas tipit të produktit. Gjithë produkti që del nga qumshti nga stalla, këtu vinë dhe ata mësojnë përpunimin për djathtë, për kost, për Po i bëjnë të mira, mund të hajnë këto pastaj? Ja, fertig, ja. Wo werden sie angeboten? Achso, ne, das Për shembull dje, të gjithë guest që ishin, 2000 njerëz që ishin, u ushqyen, u servir, çdo gjë nga e bërë nga nxënësit. Wir wollen den Schülern zeigen, was möglich ist. Sepse ne duam që t'i mësojmë nxënësve, t'ju hapim sy se çfarë është e mundur të bëjnë me produktin që ata Veredeln, verarbeiten. Si mund ta përpunosh, si mund t'i shtosh vlerën produktit që ti. Wir wollen keine Konkurrenz zu Landwirten sein. Ja. Wir wollen ihnen zeigen, wie man aus der Rohmilch Joghurt macht, wie man Käse macht und so jemi këtu weiter. për të prodhuar dhe t'i bëjmë konkurrencë fermerëve. Ne duam t'i mësojmë nxënësve tanë se çfarë është e mundur që ata të fusin produkte të reja, zgjidhje të reja që Und wir haben viele Betriebe, die einfach das dann umsetzen, direkt vermarkten. Dhe shumë nga fermat që vinë ose punohen nga nxënësit tanë, vinë, këshillohen, bëjnë produkte të reja. Është përgatitja për këto lënj. Halo. Mirë se na erdhët në shkollën Vart. Unë jam përgjegjës për përpunimin e frutave, prodhimin e lëngjeve të frutave dhe pijeve alkolike. Wir produzieren mit den Schülern und für die Schüler Säfte. Që do të thotë këtu prodhohet me nxënësit dhe për nxënësit, lëngje, prodhohen lëngjet e frutave. Die werden in unterschiedlichen Varianten produziert, zum Teil für Prodhohen në variante të ndryshme, po për shembull është lëngu i mollës, das ist fürs Mittagessen für die Schüler. që serviret në pushimin e drekës, në drek. Sepse ata janë, duke qenë që kanë konvikt, kanë mëngjes drek darkë, pushimin e kanë këtu. Kann man den runterlassen? Okej. Kapaciteti është 10.000 shishe në vit, me kombinimet më të ndryshme, moll, kajsi, moll, dardh, frutat të gjitha rajonale, çfarë rritet këtu. Sot jam duke përgatitur sepse nesër do i mësoj nxënësve shërbimin e pajisjes mbushjes së shisheve, makinerisë për mbushjen e shisheve. Edhe duke qenë që ne kemi bletarin në këtë shkollë, nesër do demonstrojmë mbushjen e verës me mjalt tek ajo pajisja atje, edhe në prodhim edhe në teknologjinë pra që. Herumstehen, da hinten, die sind alle gefüllt mit Honigwein. Që do thotë gjithë depozitat që shikoni sot janë të mbushura me verën me mjalt. Wobei hier, das ist eine Serviceleistung. Megjithse ky si departament ka një specifik të veçantë që gjithë bletarët e Austrisë sjellin këtu mjaltin e tyre nëse ata duan të prodhojnë verë me mjalt, që do të thotë ne prodhojmë për nevojat tona, edhe me mjaltin ton, por edhe për palë të treta, që do të thotë shërbim i cili ju paguhet. Sa vjeçare është kjo shkollë? Seit 1954 gibt es hier im Standort. Në këtë vend ku është sot është që në 1945-ën. 1945. 82 vjeçar, 81 vjet. Ka qenë përpara në një vend tjetër? Tradita është shumë më përparshme, po jo në këtë vend, është një fshat tjetër. Und dieses Gebäude gibt es seit 2012. Kurse ambientet ku ne jemi këtu janë të ndërtuara në 2012-ën. So, wie viele Schüler gibt es das? Wir haben 200 Schüler circa. 200 nxënës kanë. So, Karl, danke schön, gell? Damen, vielen Dank, gell? Mal aufholen, gell? Danke.
Ky episod mbështetet nga Raiffeisen Bank dhe Austria Premix.